Spektakli i kësaj mbrëmjeje në Big Brother VIP Kosova nuk solli vetëm dinamika loje dhe tensione mes banorëve, por edhe një moment tepër emocional që ndryshoi krejt atmosferën në shtëpinë më të famshme në vend. Protagoniste e këtij rrëfimi të ndjerë ishte Suanita, e cila vendosi të ulë mburojat dhe të ndajë me publikun një copës shumë personale nga e shkuara e saj sentimentale, një histori që, sipas saj, e ka formësuar si njeri. Mes një qetësie të rrallë dhe me zë të dridhur nga emocionet, ajo tregoi për herë të parë se ka qenë e fejuar për 4 vite radhazi, një lidhje serioze që ka nisur kur ishte vetëm 20 vjeçe dhe ka përfunduar në moshën 24 vjeçare. Një periudhë e gjatë, e mbushur me plane, ëndra dhe premtime për të ardhmen, që në fund nuk arriti të konkretizohej në martesë. Suanita e përshkroi këtë histori me shumë delikatesë, pa drama apo akuza, duke e quajtur atë shembullin klasik të njeriut të duhur në kohë të gabuar. Sipas saj, rrethanat e jetës, rritja personale dhe rrugët që morën secili në atë fazë, bën që dashuria të mos mjaftonte për të vazhduar përpara bashkë. Megjithatë, ajo theksoi se ndarja nuk erdhi me armiqësi, por me mirëkuptim. Ka qenë një pjesë shumë e rëndësishme e jetës sime, la të kuptoi ajo, duke shtuar se edhe sot ruaj një raport korrekt dhe të civilizuar. Madje, ajo zbuloi se ish partneri i saj vazhdon të jetë beqar, detaj që shtoi edhe më shumë kureshtjen e publikut. E pikërisht këtu nis pjesa që ka ndezur rrjetin. Personi për të cilin foli Suanita nuk është një emër i panjohur. Bëhet fjalë për emri Ladrovcin, një emër i lidhur me një nga familjet më të njohura në Kosovë. Ai është vëllai i kryetarit të Drenasit, Ramiz Ladrovci, si dhe pjesë e familjes së heroit Fehmi Ladrovci. Ky detaj është vendosi menjëherë rrëfimin nga një histori personale dashurie në një temë që përfshin edhe peshë publike e familjare. Ajo që e bën edhe më interesante këtë histori është fakti se raporti i tyre i mirë nuk duket të jetë vetëm në fjalë. Një vëzhgim i thjeshtë në rrjetet sociale tregon se Suanita dhe Emriu vazhdojnë të ndiqen reciprokisht, duke reflektuar një respekt të ndërsjellë që ka mbijetuar përtej fundit të romancës së tyre 4 vjeçare. Në një kohë kur shumica e ndarjeve përfundojnë me unfollow dhe bllokime, rasti i tyre duket të jetë një përjashtim i rrallë. Ky rrëfim e tregoi Suanitën në një tjetër dimension para publikut, më të ndjeshme, më reale dhe më njerëzore. Përtej lojës, strategjive dhe debateve, ajo dëshmoi se brenda shtëpisë ka histori që peshojnë më shumë se çdo nominim. Mbetet për t'u parë nëse kjo e kaluar do të ndikojë në rrugëtimin e saj në lojë, por një gjë është e sigurt, pas këtij momenti, publiku e sheh Suanitën me sy krejt tjetër. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.